Këto pamje i përkasin lagjes numër 1 në kryeqytet. Një bloku pallate është vetëm pak metra nga njësia bashkiake që e ka këtë zonë në administrim. Nuk është një vit apo dy që banorët e kësaj lagje jetojnë mes baltës, ku ujërat e zeza dalin në sipërfaqe për të bashkuar me ujërat e bardha. Kemi 30 vjet këtu, e kemi shumë vështirë në dimër, nuk mund të kalojmë, shkojmë me këpucë të tjera në punë dhe veshë të tjera. Të vine në një moment kur këtu dalin kanalet urave të zeza është skandal. Problemi është shtror prej kohësh që kjo lagje të riparohesh e të bëhesh si të gjithë lagjet tjera të Tiranës. Aq më keq që kemi përballë njësisë bashkiake. Bardi kiameti po bim, shpesh bart. Problematika nuk është e panjohur për njësinë bashkiake, e cila ka sistemuar një pjesë të kësaj zone. Pjesa tjetër është lënë në këtë gjendje pa arsye, siç thon banorët që janë ankuar shpesh në bashki. Kanë thënë që nuk mund të bëhet, sepse me sa di unë, sepse kërkon investime shumë të mëdha, se s'është diçka sipërfaqësore, por diçka që duhet rregulluar që poshtë. Është projektuar ka 3 vjet. Projekti ekziston, na puna s'po fillon. Situata bëhet edhe më problematike në këtë zonë me ardhjen e vjeshtës dhe dimrit, ku ujërat e mbledhura nga shirat bllokojnë edhe hyrjet e pallateve për shkak të mungesës së kanalizimeve.